Dhe videoja e fundit të këtij manuali, pse duhet të zgjedhim Funding Pips. Tani, kjo është një zgjedhje personale e imja që unë e kam bërë ndër një nga firmat, do me thënë, kur shohin firmat më serioze, unë kam zgjedhur Funding Pips për disa arsye. Fillimisht, ajo çka duhet të dim është që nuk do kemi probleme me payoutet, pra probleme me tërheqjet, nuk nxjerrin arsye ose rregulla pa lidhje vetëm që që të mos ja u japin, do me thënë, tërheqjen tuaj, lekët tuaja. Por keni kujdes me rregullat si copy trading, me rregullat si, ku diun, rregullat që i kanë shumë qartë të vendosura në faqe që u shpjegova në videon e mëpërpashme. Pra, kjo është një ndër arsyet më madhore që unë e kam zgjedhur këtë profilm, sepse nuk ri stresuar, a do më dërgohet tërheqja, a nuk do më dërgohet tërheqja, a do më japin payoutin, a nuk do më japin payoutin. Kjo është kryesorja. E dyta është që kemi një shumëllojshmëri zgjedhjesh për sa i përket se si duam ne të tërheqim. Siç tham në këto video që shpjegova, mund të tërheqim në baza çdo të martë, mund të tërheqim çdo javë, mund të tërheqim çdo 2 javë, mund të tërheqim çdo muaj, mund të tërheqim në kërkesë ose mund të tërheqim në ditore. Pra, çfarë do lloj stil tregtimi ose dëshire për llojin e tërheqjes mund ta gjesh në Funding Pips. Një tjetër arsye shumë e rëndësishme është që është një profil e cila ka 3-4 vite në treg dhe është e bazuar në Dubai. Pra, është shumë larg rregulatorëve të Amerikës dhe të Kanadas që kanë nxjerrë më përpara probleme nga më të ndryshmet për firma. Tjetra që është akoma më e rëndësishme është që ke një shumëllojshmëri modelesh që unë jam shpjegova në videot e mëpërpashme. Pra, ke atë fleksibilitetin të zgjedhësh çfarë ti të duash. Dhe normal ka këtë Funding Pips Pro që çmimet janë shumë të ulta dhe të favorshme. Pra, gati çmimet më të ulta në treg. Kjo është një ndër arsyet pse duhet ta zgjidhni këtë profil. Pra, ky modeli Funding Pips Pro dhe çmimet e tij të ulta kanë këtë avantazh për mua. Gjithashtu, më e rëndësishmja është një profil e cila mund të jetë e dyta që ka paguar më së shumti tregtarët ndër vite. Pra, në 3-4 vite operim, do me thënë, që këta punojnë, kanë paguar $180 milion kundrejt tregtarëve gjatë këtyre viteve që kanë punuar si profil. Pra, është një profil e madhe. Ndërkohë, duke ditur se sa kanë paguar kundrejt tregtarëve, imagjino se sa kanë fituar dhe sa kanë bagazh ata për të qëndruar me këtë profil, për të krijuar stabilitet. Gjithashtu, e treta, do me thënë, një tjetër arsye pse duhet të zgjedhim Funding Pips është pjesa e website-it, e dashboardit, janë shumë të kuptueshme, të tregojnë shumë informacione, do me thënë, të tregojnë një analizë të detajuar të tregtimit që ti ke bërë, siç ja shpjegova tek shpjegimi i dashboardit. Ti jepte një lloj serish analizimesh të tregtimit dhe statistikash të tregtimit që bëni. Kështu që këto janë arsyet kryesore pse duhet ta zgjedhim Funding Pips. Mos flasim për slipish që është minimale, në krahasim me disa profilma të tjera është shumë minimale, ekzekutimi i tregtive, i mbylljes i japjes të tregtive është shumë i mirë, pra ja vlen për mendimin tim, dhe të gjitha këto kanë një arsye shumë të fortë që ne të zgjedhim Funding Pips si profil për të tregtuar. Mos harroni, nuk është një këshill financiare,
është thjesht një se si unë e shikoj këtë industri dhe është zgjedhja ime personale. Për çfarë do lloj zgjedhje që bëni ju, është komplet në dorën tuaj dhe në your responsibility. Kështu që shihemi në video të tjera, projekte të tjera, shpresoj shumë që t'ju kem shpjeguar në detaje çdo gjë përreth profirmave dhe funding pips dhe këto po ashtu të njëjta janë, të njëjtat rregulla kanë, duke shpjeguar funding pips kam shpjeguar dhe shumë kompani të tjera. Kështu që shihemi në videot e radhës. Mirupafshim.